Lidhe që ndroi jetë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam në dhomën dhe në prerin e Aishës radiallahu anha, i pari që hyn në dhomën e saj dhe tek bijas e tij, që Ebu Bekri radiallahu anhu. Momentin që hyn Ebu Bekri radiallahu anhu dhe gjithmonë kush ishte pas Ebu Bekrit, sikur kemi thënë, Omeri radiallahu anhu. E zbulon trupin dhe ftyrën e bekume Resulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe sigurohet që vërtet Resulullahi sallallahu alaihi wasallam kishte ndrojit. E siguron dhe të bijë duke i thënë që vërtet Resulullahi sallallahu alaihi wasallam pas ka ndrojit. E dëgjon prapa dera Omeri radiallahu anhu. Omeri radiallahu anhu në xhami të fillon të llombotis fjalë, sikur thamë, kush thonë se Muhamedi alayhi salam ka ndrojë, nuk do i pres kokën, ai nuk ka vdek, është i pavdekshëm, ka udhëtu për tek Zoti i tij, sikur udhëtoi Musa, ka fjalë të këtij kalibri, derisa thuhet pasi Ebu Bekr Siddiku radiallahu anhu shkoj dhe e përqafoj për herë të funit Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam të vdekur, e zbuloi dhe i thot, i bukur ke qenë, i gjallë dhe i bukur i vdekur. Dëshme Allahun thot dhe që jemi besimtar të bindur dhe pa lëkundur, do të ta çojmë emanetin tonë deri në fund. Dhe me këtë guxim Ebu Bekr radiallahu anhu hyn xhami, hyn në derën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe thot fjalë të cilat historia islame i ka shkruar me gërma të harta deri në kiamet. Ejuha nnas, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. Kush prej jush ka pas adhuru Muhammedin alayhi salatu wassalam, ndinje dhe sigurohi se Muhammedi alayhi salatu wassalam ka vdek. S'është më i gjallë mes nesh. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اليوم يرميك العدا بأبي أنت وأمي. E kush ka adhuru Allahun xhelle xhelaluhu ta di dhe të bindet se Allahu xhelle xhelaluhu është i përjetshëm, i pavdekshëm. Dhe lexon ajetin kuranor të surës Al Imran, që betohen unë aminimisht sahabe, në kryja Omeri radiallahu anhu, që kishin vite që lexonin Kur'an në prezencën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, përse sikur nuk e kishin lexuar asnjëherë këtë ajet kuranor që pohon dhe dëshmon se dhe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam do të vdesi sikur ka vdek gjithë pejgamberanët para tij. Thot Allahu xhelle xhelalu dhe thot reciton këtë ajet kuranor për t'i binë që vërtet kjo ndodhi dhe fatkeqësi ka ndodhur. Thot Allahu xhelle xhelalu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Dinja o njerëz, se Muhammedi alayhi salatu wassalam nuk është gjë tjetër vetëm se një i dërguar i dallumi Allahu xhelle xhelaluhu. Nëse vdes ose vritet, a mos vallë me vdekjen ose vrasjen e tij ushu gjithçka dhe ju do të rikthehej sikur ishit më parë në dhujtari dhe në politeizëm. E kush kthehet thot sikur ish më parë, mos kujtoj thot se i bën dëm Allahu xhelle xhelalu, po ka dëmtuar veten e vet. E për çdo vepër të mirë Allahu xhelle xhelalu do t'ju shpërblej.